Fituesi i qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski zyrtarisht hyn në zyren e tij të re në qytetin e Shkupit. Ai sot e mori funksionin e kryetarit të kryeqytetit që do ta ushtrojë për 4 vitet e ardhshme. Gjeorgjevski u zotua se do të mbajë premtimet e dhëna, duke bërë kështu me dije se që sonte në orën 20:30 fillon aksioni i parë i madh, ashtu siç kishte thënë se do të pastrohet Shkupi për 72 orë. Ndërsa nga nesër, siç shkruan edhe në statusin e tij në Facebook, do të nisin me organizimin e ndërmarrjeve publike që janë në kompetenca të qytetit të Shkupit. Kurse nesër, fillojmë me riorganizimin thelbësor të ndërmarrjeve publike dhe normalizimin e situatave në to, që qyteti përfundimisht të funksionojë ashtu siç e meritojnë shkupianët. Gjeorgjevski premton se do të jetë kryetar për të gjithë, pa marrë parasysh përgatinë fetare, kombëtare, partijake ose çfarë do qoftë. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, Gjeorgjevski doli fitues me 95.572 vota, duke lënë pas kundër kandidatin e tij Amar Mecinovic, i cili mori 61.475 vota. Gjeorgjevski përveç postit të kryetarit të qytetit kryesor trashëgon edhe një sër problemesh, ndërsa më kritike është situata me mbeturinat dhe transportin publik.